direkte. Por, në momentin e fundit, kur ne është dashur të përdorim masat preventive tërëqare, sepse primare kam përfundu në atë kohë tash deri në vitin 2013-2014 dhe vjen kjo puna tërëqare, ku vjen puna doktrinare, shkencore, sociale, ekonomike, edukative, këtu kemi dështu që 5 vjetë. Dhe çka kemi fitu? Ka arrit Republika e Serbisë përmes doktrina, përmes metodologjive tyne, përmes policisë, ushtrisë dhe shërbimeve informative tyne, me përdor apo me bo update idenë dhe metodologjinë tonë që kemi luftuar në vitet 90-ta dhe ne sot në faktorin ndërkombëtar ne shihemi agresor, kurse gjithë ata banorë që janë të nacionalitetit serb në veriun e Mitrovicës shihen si viktima. Këtë them prej takimit të fundit, unë isha 3 javë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në institucionet e sigurisë dhe dhe mu ma thanë, sepse ishe edhe prej Serbisë, ishe edhe prej Kroacisë, ishe prej Bosnjës, Malizi, dhe ma thanë se ju Republika e Kosovës keni institucione represive. Atër mu dashmi të regu që na nuk kemi institucione, do të policia jonë, nuk është policia represive. Policia jonë i ka strategji dhe politikat. Policia jonë strategji dhe politikat e shohim edhe sot, javët e fundit, policia e Kosovës është në bashkëveprim, në trajnime me KFOR-in për me menaxhu situata të panjohura apo situata kriza në veriun Mitrovicës. Por, gabimin të na është politika, çështja politike, direkte dhe indirekte në institucionet e sigurisë në veriun e Kosovës. Dhe çka është gabimi e haloma Iran, e kemi lënë territorin tjetër, apo e kemi lënë 70% të zbrazur territorin e Republikës Kosovës. Keni pa dhe faktorët e fundit, çka kemi ardhur dhe me çka jemi duke u përballu. Kemi pa bashkëpunëtor, kemi pa sistemin argjentuar, sistemin e shpionazhit, brenda Republikës. Ndëgjoj, ne kemi dështuar. Për shkak të fokusit po thoni në veri apo jo? Ndërhyja jonë politike. Dhe çka kemi fitu? Kemi fitu ne binduni. Në qoftë dhe Amerikën Latine, mu ma kanë thonë sepse ju në Kosovë jeni shtet agresor. Është dash, pse? Shtet agresor nuk e ka bu ndërhyja policore. Policia ka mandat, ka strategji, ka me vepru, e ka marrë një sistem të ujë. Duhet me marrë, se ujë është pjesë vitale e shtetit. Ujë, termocentrali, dhe gjitha tjera pjesë vitale duhet të udhëheqen prej shtetit. Qoftë për të mirën e banorëve nacionalitetit shqiptar, por qoftë edhe për të mirën e banorëve nacionalitetit serb. Sepse grupet e krimit të organizuar, cilët kanë shku deri në akte terroriste, kemi pasë aktin e Banjskës dhe aktin e Ivo Lepensit, ata nuk kanë kurrëzim apo nuk i intereson viktimizimi. Ata spore vetë viktimizojnë vetë popullin e vetë, apo e viktimizojnë popullin që jeton në atë zonë. Këtë është popullin nacionalitetit serb dhe kush është fajtori? Fajtori jemi ne, se ne kemi pushtet, ne jemi Kosovë, ne kemi pushtetit tona qoftë legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Dhe në këtë linjë gjithashtu ka pasur Zoti Sulejmani edhe disa rrugë që vazhdimisht janë tentuar të mbyllen nga policia e Kosovës, kishte edhe ditëve të fundit disa njoftime statuse në këtë rast nga ministri i detyrë Zoti Sveçla, por edhe kemi parë që ka pasur pastaj një reagim të KFOR-it për t'i hapur prap këto rrugë, disa prej tyre. Si e shpjegoni këtë? Sepse KFOR-i ka thënë se këtë po e bën ashtu siç e ka mandatin për të siguruar vijën kufitare, ndërkohë që kemi institucionet e Kosovës që thonë se po i mbyllim rrugët ilegale të kontrabandës në veri. Po, në theksova dhe ma heret, edhe këmë theksova dhe në studje të tjerë ma heret, çdo gjë që ndërmirë, dhe pse në shqeqim parë, në shqeqimin e ngushtë, që dojnë aty për aty ai duket që është në rregull, por çdo gjë po del se nuk po bëhet në koordinim, derisa KFOR-i nuk ka një uri se çka po ndodh atje. Ata po harrojnë edhe institucionet tona që KFOR-i ende e ka mandatin për brezin e Gjelbërt, nuk e ka dorëzuar kontrollin edhe mbikëqyrjen e kufijit shtetëror, e kam fjalën për brez Gjelbërt komplet në territorin prej 370 km me Republikën e Serbisë. Prandaj, derisa është ai autoritet kryesor, asgjë nuk ishte dashur të ndodh pa koordinim, pa shkëmbim të informacione, pa bashkëveprim.